Maqedonisë. Në fakt, qytetarët e atjeshëm për vite me radhë janë identifikuar me të, edhe ai me ta. Sigurisht, Mendothaçi është një prej akterëve politik jo thjesht të Maqedonisë, por ka luajtur rol të jashtëzakonshëm edhe gjatë luftës në Kosovë dhe pas luftës. Sonte, përveç për politik, do të flasim edhe për njeriun, Mendothaçin. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Kënaqësi që ju kam sonte. Faleminderit shumë. Për shkak se zakonisht kur vjen në Prishtinë, kur vjen në Prishtinë flasim më shumë për situatën e atjeshme, e jo për ju. Sonte do t'i kombinojmë pak. Kush ka qenë Mendothaçi para se me qenë politikan, para se me ju njoft njerëzit si njëri i PDSH-s në këtë rast, një prej udhëheqësve kryesor të kësaj partie. Familja ime 56-ën e shkuam të Tetovë, është me pejardhe për Kosovë, po për zonës apo fshatit të fundit Kosovës, kufi me Maqedoninë Kërvenikut. Që i bjen afër Eleshanit, afër Shkupit 11 kilometra, via ajrore. I vendosë aty, shkollimin në fillor dhe të mesëm e kam kry në Tetovë, në gjimnazën e Tetovës, më pastaj kam studiu fakultetin e stomatologjisë në Prishtinë.